E pra të nderuar, ka histori që nuk jetojnë vetëm në libra, por që rikthehen përmes artit për të na kujtuar se njerëzilloku është dritë edhe në kohë të errta. Sot kemi kënaqësinë të flasim për një film që ngjall emocione, kujtesë dhe krenari. Toka e premtuar është titulli zyrtar i një dokumentari të fuqishëm që sjell në qendër një kapitull të veçantë nga lufta e dytë botërore, kontributin e shqiptarëve në shpëtimin e hebrejve nga deportimi. Filmi njihet gjithashtu edhe me titullin simbolik Qielli shqiptar për yllin e Davidit, i cili përçon thellësinë emocionale të kësaj historie të bazuar në kujtimet e Mimi Farajit, një hebrejnje që përjetoi shpëtimin, humbjen dhe ringjalljen në vendin që i ofroi stre, Shqipërinë. Ky projekt shënon edhe debutimin e producentit Rahim Ramadani në botën e dokumentarit, një film që vjen me shumë përgjegjësi dhe ndjeshmëri. Me ne sot në studio është pikërisht ai, për të ndarë më afër udhëtimin krijues dhe mesazhin që ky film dëshiroi të lërë për publikun. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe në studion tonë. Mirëmëngjesi dhe ju faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të flasim për gjëra të bukura, është kënaqësi për të flasim për një film i cili ndoshta do ta fillosh një pjesë tjetër të artit tënd, një pjesë tjetër e cila flet për dokumentarin, një dokumentar shumë i fuqishëm, shumë i madh, ashtu siç thash edhe në paralajmërimin tim. Çfarë është ajo e cila të preku më shumë në historinë e Mimi Farajit dhe të shtyu që të kthesh për vete këtë dokumentar? Unë fillimisht që nuk do kisha dashur që t'i marrë të gjitha për vete ato meritat, sepse faktikisht histori e kanë filluar qëndrimi me Salih Limanin si producent, e pastaj rrugës u bashkangjita edhe unë. Në menaxhimin e artit, ashtu që quhet ndryshe, ose produksion, sepse produksion më shumë njihet tek filmi, por që ka produksion edhe për teatr edhe për artet e tjera normal. Pra menaxhim arti në përgjithësi merrem edhe më herët që kur kam qenë student, pastaj me një shoqatë artistike, Art Actus Kërçov, ku kemi bërë aktivitete të ndryshme, udhëheqim festivalin e teatrit, i cili është për herë të parë mbahet Kërçov. Domethënë është edicioni 5 tani më, i cili po e paralajmëroj, sepse edhe atje jam kryetar faktikisht deri para disa muajve, tani ktheva këtu. Kështu që unë diku jo në mes rrugtimit, po aty në hapat e para u bashkangjita edhe unë si producent i këtij filmi dokumentar, dhe kështu që mos i ikim pyetjes, gjëja që më shumë ka prekur, domethënë patjetër që është prek se gjithë historia, domethënë kudo që të kapesh do gjesh diçka shumë emocionale dhe prekse, por edhe prekse edhe ajo që më ka habitur është se pas gjithë asaj sakrifice që e kanë bërë prej Shkupi këtu shqiptarët në Kosovë, në Shkodër, e pastaj në Itali kanë kaluar, dhe kur është, domethënë kur e kanë marrë pushtetin komunistët në Jugosllavi, kur kthehen ata tek shtëpia e tyre në Shkup, xhaxhai tyre e ka pronësuar, është, domethënë kanë bërë për vete shtëpinë e tyre, dhe ata kthehen në shtëpi dhe kjo thotë po urdhnoni, kjo thotë ne u kthyem në shtëpi, thotë po për shtëpia është e ime, sepse tani më i ka me vete gjithë ato, dhe ju thonë nëse doni rrini me qira, nuk është problem. Ato normal rrinë një kohë, një periudhë saktuar, derisa bëhen gati dhe ikin në Izrael. Pra gjithë ajo sakrificë është bërë dhe direkt në hapat e para të ikjes tyre për në Kosovë, Agimi, shoku i Alberto Ferajit, humb jetën duke u përpjekur që t'i kaloj ata për në Kosovë, dhe aty ndodh edhe ajo momenti kur ai thot ikni ju shpëtoni sepse Mimi Feraji është me barr rrugës që ik. Dhe thot nëse foshnja që e ke në bark është vajzë, t'ja vendosi emrin Drita, që simbolizon dritën në fund të tunelit. Dhe vërtet në Shkodër lind vajzë edhe ja japin emrin Drita Feraji, që për sot është Ita Bartuf, e ka ndryshuar emrin shkaku i martesës, ndërsa Ita shkaku i shqiptimit në hebrejisht, mos
Kështu që edhe këtë vajzë e lindur në Shkodër në luftën e dytë botërore, ajo është protagonistja tani për tani, e kemi një intervistë në dokumentar. Shumë interesante. E përmende që është në fillim edhe bashkëpunimin me regjisorin Qëndrim Riani. Bashkëpunimi jot me regjisorin Qëndrim Riani është thelbësor në këtë projekt, ashtu si që the. Si ishte kjo përvojë dhe çfarë solli ai në zhvillimin artistik të filmit? Tani Qëndrimi normal që është një regjisor tani më i njohur e tabluar në fushën e teatrit me disa projekte brenda vendit në teatret shqiptare, Maqedone, Turqe. Tani më për Shqipëri nuk flasim sepse atje ka filluar. Tani projektet e radhës që i ka doja lejë në dorë ati t'i shpalosi, por ka edhe jashtë vendit nëpër Ballkanet të tjera. Në ndërkohë që përvoja ime me Qëndrimin, ne normal që kur kam qenë unë student në vit të 3-4, ai erdhi si hapi klasën e regjisë në Tetov, kështu që më ka dhënë disa lëndë edhe mua, kështu që pastaj me disa bashkëpunime të tjera që i kemi patur edhe nëpër teatrin e Tetovës, në Gostivar sidomos aty ma ka dhënë besimin më të madh. Në Kërshov me aktivitetet tona të përbashkëta me shoqatën që e përmenda pak më parë, dhe normal që njiheshim si njerëz dhe profesionista, por filmi ka peripecitë e veta dhe nuk kemi pasur në asnjë moment asnjë problem, përveç se problemet unë nuk dua t'i përmend se jemi bë bajat ka përshtypjen, po shkaku i finansave ti nuk mundesh në maksimum, unë si producent nuk mundesh t'ja plotësoj të shkaku i burimeve financiare të gjitha kërkesat e tij, sepse nëse do e lexosh në skenarin, edhe u thua njerëzve ne sa herë kemi pas takime me koproduksionet edhe nga Kosova dhe Shqipëria, kemi qenë edhe në Berlinare në vitin 2022, domethënë në festivalin e filmit Berlin, ku shkuam të gjejmë koproduksione, gjetëm prej Polonie, të cilët ishin shumë të gatshëm për të bashkëpunuar, prej Izraelit gjithashtu. Por ne ju thoshim që do bëjmë një film dokumentar, u jepnim skenarin dhe ata e lexonin dhe na kthejnë një email, ore ky është film artistik, skenari, nuk është. Kështu që kishte shumë pjesë të luajtura, ishte me të vërtet historia është e atill shumë prekse, pastaj mos flasim për Venko Adonovskin, i cili është me të vërtet një skenarist shumë i njohur tani më, e kishte përgatitur të shkëlqyer. Por na kapi pandemia, na kapën pastaj që disa shtete nuk bënin koproduksione për dokumentar, por vetëm për film artistik. Ndodhen çka ndodhen, edhe ne nuk arritëm të gjejmë koproduksion, jo se nuk u pëlqente gjithë projekti, por kështu ishin kushtet, ligjet edhe nuk arritëm. Edhe erdhëm deri tek në një moment që ose duheshte ta bëjmë, ose të dorëzohemi. Ndërkohë që nuk mund të dorëzoheshim për një histori e kaq të bukur, dhe për tani jemi vetëm tek një dokumentar klasik, por që janë marrë të gjitha masat për qenë një dokumentar me të vërtet shumë i mirë. A planifikohet ndoshta me këtë bashkëpunim të mirë që e keni, ta realizoni edhe një film artistik, pse jo, sepse i përmendëm finanset, i përmendëm që është një skenar mjaft që ka potencial për të bërë një film artistik. Ndoshta nuk do të pengon kjo pjesa që është si dokumentar për të realizuar ndonjë herë si film artistik? Ne si produksion jemi të gatshëm, edhe na dhem shpirti pse nuk arritëm ta bëjmë ashtu siç mendonim, por ndoshta gjitha këto ndalesa, barriera kanë qenë që ne s'pari të bëjmë një film dokumentar, të njoftohemi shumë mirë me historinë dhe pastaj të jetë një paralajmërim për një film artistik në të cilit, përveç se që do jetë e bazuar në një histori të vërtet, reale, pastaj në atë film artistik normal me konceptin regjizorial të Qëndrimit, base mund bëhet edhe modifikime të ndryshme për të arritur deri tek qëllimi i tij. Kështu që ne me dëshirën më të madhe e diskutojmë këtë gjë dhe shpresoj që nuk do kemi problem me agjensionin e filmit, në kuptimin që mos thonë se e keni bërë një herë si dokumentar dhe nuk më guxoni më që të bëhet artistik, por që nuk e besoj se ka një ndalesë të tillë. Dhe besoj se do e kemi pak më të lehtë në gjetjen e koproduksioneve me Shqipërinë, me Kosovën, sidomos sepse kemi xhirime në këto vende. Kemi pas edhe me dokumentarin, po ja arritim me fuqitë veta, tonët. Kështu që
Kjo është një gjë që e mendojmë dhe kemi diskutuar, por njëherë nesër ta shohim se si japim një përfundim. Po. Gjatë procesit të realizimit, a pati ndonjë moment kur ndjetë se krijoni diçka më shumë se në dokumentar, ndoshta një mision që i te kalon kufit e artit? Faktikisht, ndoshta e kemi keq kuptuar ne artin, sepse arti këtë detyrë ka faktikisht që të bashkoj, të edukoj, të nxjerrin pak ngjarje që nuk guxojnë të tjerët. Pra, Bertolt Brecht është një regjisor dhe ka stilin e vetë teatrit, thotë me patjetër që artisti, aktori do të jetë rebel, se po që jur pastaj do i thuash ta bëj diçka, ai do ketë frikë, ku diun, edhe nuk do e bëj. Kështu që artistët vetë do të kenë shpirt rebel, edhe të guxojnë të nxjerrin diçka që për të tjerët nuk do ishte normale që në këtë moment të nxirret kjo. Kështu që ne jemi në rregull dhe unë besoj se kemi nxjerr në pa një histori e cila ka ndodhur në një periudhë, në një moment, rrethana dhe situata të caktuara. Është një histori jetësore e cila mund të kishte ndodhur, ata kanë qenë në moment hebrej, po mund të kishte ndodhur edhe sepse ka histori edhe me Romët, edhe ata e kanë pësuar një lloj si hebrejt. Ka teori konspirative që në listë kemi qenë edhe ne shqiptarët diku andej, shtatit diku. Ne si gjithmonë shpëtojmë. Pak më lehtë ndoshta. Na ndihmon Zoti ndoshta, ne shpëtojmë ata dhe Zoti na shpëton ne, besoj. Po. Premierën filmi e ka nesër dhe në Shkup, sigurisht në Qendrën për Kulturë në MKC, në Sallën Frosina, me fillim nga ora 19. A ka interes që ky dokumentar, me që është xhiruar edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, disa pjesë, a ka interes të shfaqet edhe ande, dhe si e shihni rrugtimin e këtij dokumentari më tutje? Dokumentarin vetvete është shumë i mirë dhe ne kemi, domethënë, plane që të shfaqet jo vetëm në Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri, sepse këto janë administrativisht ne i quajmë Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, por kështu jemi shumë pikëpritur kudo që shkojmë, kështu që nuk kemi problem dhe e dim që shumë shpejt mund të organizohet të jepet gjithandej. Por ne për momentin duhet si përmbyllje të procesit të japim një premierë këtu. Pastaj ne do të ruajmë filmin për në festivale botërore, sepse ka disa festivale që në qoftë se shfaqet filmi dhe jepet nëpër kinema, ata nuk e pranojnë në konkurrencë. Ne nuk konkurrojmë me këtë film për të treguar aftësitë tona dhe për të fituar çmime, por thjesht për të treguar se çfarë mundemi të bëjmë edhe ne, dhe mbase do jetë një lobi dhe reklam shumë e mirë për në të ardhmen, nëse do i përveshim durët dhe do i rekemi punës për ta bërë edhe një film artistik. To do më thënë krejt janë si tosh plane afatgjata. Në ndërkohë, planet afat shkurta janë që nesër t'jepet premiera. Premiera deri tani të konfirmuara janë diku 90% e sallës është e zënë. E bëm që ftesat të konfirmohen sepse vendet janë të limituara, kështu që kanë mbetur edhe shumë pak vende, të gjithë ata që kanë dëshirë i ua kemi dërguar ftesat, vetëm i lusë që ta konfirmojnë, sepse ka disa prej tyre që thonë do gjejnë 1-2 vende për mua, por ka shumë që mendojnë kështu. Dhe pastaj shumë vende bëhen që... Shumë vende të pa konfirmuara, prandaj është e mira që të konfirmohen dhe besoj se nuk lodhen qofse do shkruajnë të lutem 2 vende për mua, ose pa të lutem, s'ka problem. E dim se cila është kërkesa. Rahim, si e përjetuat emocionalisht këtë përvojë si producent dhe sidomos kur projekti lidhet me një histori sigurisht kaq të thellë? Ne po e transmetojmë gjatë gjithë kohës që është një histori shumë e thellë, po si e përjetove edhe ti personalisht këtë? Po tani unë kisha dëgjuar kur kemi folur edhe në për shkolla, kur na kanë shpjeguar për luftën e dytë botërore, se si ne shqiptarët kemi shpëtuar hebrejtë të tjera, tani mos e teprojmë edhe ne, po
kur i hyra thellë kësaj historie, kur lexova skenarin, kur lexova edhe kujtimet që janë nga libri i Mimi Ferazhit që hulumtimet i ka bërë Skender Hasani dhe Maja Susha, ti e kupton se faktikisht sa trënde kanë pasur dhe Maja Susha bile vetë thot në intervistë, thot shqiptarët në një gjendje të tillë lufte, kur jenë luftë i rrezikuar edhe vetë, thot ata nuk e di dhe është ende thot shumë breslënse për mua, ku e kanë gjetë fuqinë, thot pa qenë as pak të detyruar të na ndihmojnë, sepse Maja Susha është hebrej gjithashtu. Kështu që me të vërtetë është prekse si histori, pastaj çka është edhe diçka që mua gjatë procesit të filmit, me që se jemi të përvoja si producent, patjetër që e kam pasur të rëndë, sepse i hy një përvoje të reja në art, po përvoje e reja filmi që nuk ja kisha shumë haberin, nëse do shpresha kështu më popullorçe. Kur të thithim dije dhe është për të mirë, është gjithmonë... Absolut. Po, unë patjetër që dua të falenderoj duke filluar patjetër nga qëndrimi, pastaj Saliu që ma dha gjithë këtë besim dhe barë, edhe pastaj gjithë bashkëpunëtorët të produksionit që e realizojnë, të cilët nuk më kam parë në asnjëherë me syrin që kush është ky djalë i ri tani dhe që po përpiqet na bëhet producent, po me të vërtetë në çdo thirrje time jam përgjigjur pa asnjë problem dhe jam ndjenë me të vërtetë shumë mirë dhe kam mësuar shumë nga ata. Përveç se ka qenë një përvojë, ka qenë mundem të them një farë lloj shkolle, sepse shkolla më e mirë diskutohet që është praktika. Dhe ke bashkëpunuar me profesionistë. Po, me shumë profesionistë dhe kam takuar shumë njerëz edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, në Maqedoni patjetër. Pastaj në Berlinare që thash se shkuam edhe atje takuam njerëz që ku shkova atje nuk e dija ku jetoj, a jam toka apo kam shkuar diku tjetër, se me të vërtetë është nivel komplet tjetër dhe ti e kupton që shumë rënd për ta kapur, por me bashkëpunime të vogla mbase mund të bësh pjesë e tyre. Edhe disi jema rahat. Për Izraeli njerëz duhet të potencoj këtu desha dalë që ne kemi pasur xhirime edhe në Izrael dhe kërkonim her pas here, domethënë produksione për të shkuar të bëjnë që këtë pjesën e intervistës me Ita Bartuf. Po. Drita, domethënë. Drita. Edhe domethënë kontaktonin me produksione izraelite, po ata kërkonin shumë stratosferike, të cilat gati ishin gjysa e buxhetit të filmit ton dhe nuk arrinim të mendonim që të shkojmë vetë, po gjendja si është, pa do në lejojnë të hyjnë atë dalve. Dhe në fund, fjalë pas fjale, arriti fjalat e një djale dhe thot, po do e bëjmë me një shumë, cila ishte në rregull, një lloj si në Maqedoni, gati. Dhe ne duke filluar kontaktet me të, për të marrë vesh ku duhet të shkoj, si do të shkoj, me këtë duhet të kontaktoj, kuptojmë që djali ishte palestinis. Do të thonë një palestines ka dokumentuar, ka xhiruar një ngjarje të një hebrej izraelite. Kështu që kjo me të vërtet e kam patjetër ta them gjithandej, sepse me të vërtet ishte një gjë që na habiti. Fundja gjithë jemi njerëz, fundja të gjithë bashkohemi me dhimbjen e përbashkët, është një dhimbje kolektive, si për ngjarjet të cilat kanë ndodhur në atë kohë gjatë luftës së dytë botërore, si për ngjarjet që po ndodhin sot. Shpresoj që ajo është që po na mban në jetë dhe në tokë ende shpirti dhe shpirti human. Absolut, absolut. Ndoshta keni pas eksperienca për të biseduar edhe me të mbjetuar tjerë. Si ndoshta ata i kanë përballuar kujtimet e të mbjetuarve, ndoshta edhe ju jeni shqetësuar në tregimet e tyre. Por që një sinqert, ne nuk kemi marrë pjesë në për hulumtimet të tilla. Pra, si që përmenda, me këtë punë më shumë merret këtu Muzeu Memorial i Hebrejve, po punë të madhe kanë bërë shumë edhe Skender Hasani dhe Maja Susha, dhe ka edhe tjerë që merren me këtë punë, por që ne direkt nuk kemi dhe nuk kam pasur përvojë të tilla që të diskutojmë me dikë drejt për së deti me një të mbjetuar, por ma merr mendja se po diskutove me ata e kanë përjetuar, e kanë tejkaluar këtë situatë dhe ata janë shumë qetë, ndërkohë që ty të ngrihet flukët
nga emocionet, sepse me të vërtet mund t'jetë diçka e pabesueshme për ty, ose prallë për ty, e vërtet për ata. Për ata, po. A mund të themi se ky dokumentar po ndërton një urë mes brezave, duke i rikujtuar të kaluarën për të ndërtuar më shumë ndërgjegjësim sot. Ti e përmende rastin me palestinezin që ka ndihmuar për t'ju treguar një histori e cila është domethënë se për shpirtin njerëzor. Unë besoj se çdo gjë e cila bëhet edhe me qëllim për të treguar një ngjarje të vërtet, ose edhe imagjinat, qoftë kjo, por për të nxjerrë pak vlerat njerëzore të vërteta, është për t'u përshëndetur dhe për t'u përqafuar, sepse edhe njëherë për të potencoj arti e ka këtë detyrë. Nëpërmjet argëtimit të vim deri tek edukimi. Ose një mënyrë shumë e mirë edukative, ndoshta. Për të gjithë, sepse mënyrat edukative ndryshojnë, dhe nëse do shkojmë tani nëpër shkollat pak më prestigjioze, edhe europiane, do shohim se ata fillojnë jo me video, jo me projeksione, jo me lojra, apo? Pra, kjo është ajo që është e ardhmja, sidomos e brezave të ri, sepse unë flas për vetvetes, kam shikuar shumë dokumentar si i ri kur kam qenë, nuk e di pse isha kaq interesuar për dokumentare dhe jo për film. Dhe vetë ndoshta e ke di që ndoshta kjo është edhe rrugtimi i të ardhshëm. Edhe më shumë kam mësuar nga këto dokumentare dhe mbaj mend gjëra se sa atë që na i kanë shpjeguar profesorët. Me çdo respekt për profesorët tanë, sepse janë shumë mirë. Po ku e di, ndoshta ka qenë disi më mirë e shpjeguar që ma ka ngulit. Unë mendoj që ajo energjia pamore, po. Po, edhe me imazhe të tjera, kështu që e ka dokumentarët, filmat dokumentarë sidomos, e kanë këtë fuqi që munden, po shikohen me vëmendje, nuk ka nevojë, sa unë se u shikoj 2-3 dokumentare në ditë, nuk ka nevojë, po, nëse her pas here shikon ndonjë dokumentar për varet çka të intereson. Tani sidomos që ka edhe dokumentare shumë shkurtër, një për YouTube, në përgjuhë të ndryshme, sepse unë shikja të shqip, dokumentar të shkurtër, të gjatë, që direkt hapin vetëm informacionin kryesor, nuk e zgjasin shumë e shumë. Kështu që dokumentarët me të vërtet janë një gjë shumë interesante dhe domethënëse dhe e rëndësishme. Po, varet prej shijes publiku dhe sigurisht e që munden ta gjejnë kudo që sido që duan ta shohin një dokumentar apo një histori të thënë. Në këtë rrugtim tëndin dhe tuajin së bashku, cili ka qenë momenti më i paharrueshëm që ju ka gjetë që këtij rrugtimi? Ne përmendëm edhe rastin, prap do e ripërmend se për mua mbeti në kujtim shumë të mirë rastin me ndihmën e cila u është dhënë. Djali quhet, djali ajo është më i madh edhe se unë, mbase po nuk mund t'i them kështu që do i them shok, mik. Tani më Ahe Tishiman quhet. Ahe Tishiman, edhe po, është nga të fundit, sepse para një muaj ndodhej e gjitha kjo, dhe ngelet shumë e freskët dhe mirë, po patjetër që ka pasur plot histori që kemi shkuar, kemi takuar njerëz, kam mësuar shumë gjëra të re, kam njohtuar shumë njerëz të ri, për mua ishte për herë të parë që marr pjesë në festivalin e filmit në Berlin, atje që kam takuar njerëz, kam parë se faktikisht ka domethënë organizimi një film festivalit, kështu që ka pasur plot histori dhe përjetime. Nëse do ta përkufizonit me një fjali ndikimin që dëshironi ta lejt toka e premtuar për publikun, si do ta shprehnit këtë fjali ose çka do kishit thënë për publikun që ndoshta nuk do të kenë mundësinë që të jenë në premier? Nuk e di çka tu kisha thënë me një fjalë, sepse është e rëndë. Me një fjalë, po do kisha thënë që bëj mirë pa pritur, nuk është që e them unë, është do të thonë bëj mirë as pa e menduar se do të kthehet ajo e mirë, po pa e ditur ti, ajo e mirë mund të jetë kthyer tani më, po që ti nuk e ke vritur. Kështu që përpiqemi të jemi pak më të qetë, mos presim që a do ndihmoj, ta ndihmoj, ose do e ndihmoj, po s'do do ndihmoj. Nëse ke mundësi për të bërë diçka të mirë,
që e ka populli ynë e ka vërtetuar tani më, ta bëjmë të mirë edhe të përpiqemi pak më human, ta lejmë botën materiale pak anë, sepse nuk ik, aty jemi, njëherë ke, njëherë se ke diçka të mirë, të keqe, të koncentrohemi pak më shumë tek njerëzorja. Të njerëzorja. Edhe mos presim shumë e shumë. Farë në fillim bisedës ne thamë, ne kemi ndihmuar pa interes si shqiptar, si etnitet, dhe në është kthyer në mënyra të padukshme, mirë po të dukshme, se kemi shpëtuar nga ato luftrat e mëdha, nga pastaj që gjendje për momentin e kemi të mirë me 2 shtete, me Maqedoni kemi mirë punët tani, gjithmonë mundet më mirë, po Malzi mirë, kështu që mundet akoma më mirë, ajo s'diskutohet, po nga kjo është vlerë e ndihmave etnike e cila ka ndihmuar shumë edhe për popull tjerë. Çfarë do të doni të thoshit për ekipin me cilin keni punuar dhe për krahjen që e ka pas ky projekt? Do më thonë, si që përmenda më parë, ata janë njerëz që për çdo ditë kanë oferta për të përgatitur dokumentar, film të shkurtër, film artistik, të animuar me reklama, do më thonë, është produksion që për çdo ditë ka shumë punë. Dhe mua gjëja më që më habit të ishte që sa herë që u thirrja në telefon, ishën aty dhe në ciklimin e dytë më hap në telefonin, gjenjen më njëherë kohë për të mu përgjigjur, sepse unë na do u thuj prej kërçove, ose do jem me prova, do me thënë, më njëherë gjenjen hapësirën për të më takuar sa do pak qoftë ajo. Janë profesor në për fakultete, disa në Esra, disa në fakultetin të arteve këtu në Shkup. Kështu që njerëz me të vërtet shumë profesionista që jetojnë me profesionin, nuk është puna se e bëjnë një projekt dhe pastaj kanë një... Do të thonë ato jetojnë. Kanë shumë punë, shumë të angazhuar dhe me të vërtet më janë përgjigjur në çdo ftesë për takim. Kam pasur durimin që unë të flas diçka dhe ajo të mos ketë lidhje dhe ata pastaj të më thonë Rahim, prit pak, është kështu, do të ecim kësaj rruge dhe ju kthyenis ti. Edhe unë e kam planuar patjetër, sepse unë thjesht e di si rri njeriu dhe përpiqet që ta zgjidhë një problem dhe lodhet gjithë natën kot se si do e bëj dhe ku shkon pastaj ulesh me një profesionist i cili për atë është projekti kush e di sa. Dhe ai faktikisht zgjidhja shumë e thjeshtë, do të kështu do e bëjmë, këtë mënyrë me këtë njerëz me rregull që nga shumë e mirë, shumë. Kështu që përveç se e kam bërë detyrën e vet, montazheri, kameramani, drejtori fotografisë, producenti ekzekutiv e të tjerë, përveç se kam bërë detyrën e vetë shumë mirë, kam bërë edhe aty ku unë kam çaluar, më kanë ndihmuar. Kështu që me të vërtet falenderim shumë i madh për gjithë ekipin. Unë të falenderoj shumë që gjete mundësi edhe kohë që sot para premierës të jesh pjesë e emisionit tim, pjesë e mysafirit tim, dhe ne do të rishihemi sërish nesër, unë do jem në premierë. Të presim me shumë kënaqësi, ty edhe të gjithë ata të cilët do kenë dëshirë të vinë. Për momentin kemi edhe disa vende, tash, vetëm le të konfirmojnë, edhe pastaj inshallah shihemi me tjerët në për reprizat tjera që do i ketë me patjetër. Atëherë i mirëpresim.